Pra s'ka të bëj fare as me reformën territoriale, as me buxhetin për Kanye West e për Për mendimin tim, si thua, halli më i madh që i ka zënë të dyja palët është protesta që ndodh aty në shesh dhe prandaj po e mbyllin shpejt e shpejt. Megjithatë po them që është interes të PS-s që i kalon këto ligje që këto ligje të mos analizohen dhe të mos diskutohen. Nëse mundem dy fjalë për reformën territoriale. Patjetër unë për atë doja të pyesja, ajo ishte pyetja ime radhës. Kemi edhe disa minuta. Okej, atë jo, do të çfarë qëndrimi mban? Se informacion ke për sa i përket qëndrimeve të PS-s edhe PD-s. Po çështja është këtu që e para punës do të thënë kjo gjë që në qoftë se diskutohet reforma territoriale, jo më kot edhe partnerët ndërkombëtar kërkojnë që të diskutohet paralelisht me reformën zgjedhore, përderisa reforma zgjedhore për atë punë po bëhet dhe themi të qartë. Dhe është bërë gjithmonë për atë punë, pra edhe ajo ndarje. Ndërkohë, nëse këtu flitet dhe përflitet se do kemi për shembull potencialisht një ndryshim të kodit zgjedhor nga proporcional rajonal në proporcional kombëtar, atëherë ndarja territoriale nga pikpamja elektorale nuk do kishte ndonjë rëndësi fare. Po çfarë ndodh? U bën muaj të tërë që janë ngritur këto dy komisione reformash dhe ende sot as PD-ja dhe as PS-ja nuk ka ardhur me një draft konkret, me një propozim konkret që ne themi që ndrojmë për këto 10 pika. Kështu duam ta reformojmë reformën zgjedhore dhe kështu territoriale. Dhe më pas të nis diskutimi me banorët dhe negocimi mes palëve. Ajo që ka ndodhur gjithmonë dhe rëndom në Shqipëri është që në sekondën e fundit përpara se sa të nënshkruhet është nxjerrë nga poshtë tavolinës dhe do ta afirmosim. Ti je dakord apo s'je dakord me këtë që imponojmë ne që jemi në qeveri? E parashikoi Berisha, tha, po ndryshon lojën, tha se ka presion të madh nga protestat. Po Berisha në radhë të parë do duhet të vinte me propozimin e vet. Të thoshte që ne qëndrojmë për këtë reformë dhe për këtë hartë. Dhe nëse do kishin ardhur të dyja palat që në krye të herës me harta, atëherë diskutimi thelbësor dhe përmbajtësor mund të ndodhe pikërisht në bashkisë siç ajo librazhit e prenjasit, ku disa mund të jenë dakord, po themi, që të bashkohen, disa të tjerë jo. Shkohet aty në komunitetin e dyja vendeve dhe diskutohet me ta dhe në fund. Për ty si duhet jetë Redi? Po kështu pra duhet jetë. Duhet të nis me letrat e hapura. Okej, nisja, po konkretisht në vijat përgjithshme. Konkretisht në vijat përgjithshme do thoshim që duhet realisht të bëhen bashkë zonat të cilat kanë dhe një lloj tradite dhe një lloj afërsie, të cilave u sigurohet një lloj autonomie lokale dhe një lloj vendimarrjeje dhe një lloj qasje të komuniteteve në pushtetin lokal, në konsultime me ta për çdo vendim thelbësor që merret, për menaxhimin e fondeve, për mënyrën se si shpenzohen, kështu është demokracia dhe kështu është teoria. Në fakt, gjithçka është e përqendruar në dorën e Edi Ramës për të thënë kështu, i cili, megjithëse po flasim këtu për autonominë e pushtetit lokal, para disa muajsh u kërkoi gjithë drejtuesve lokal të partisë së tij të japnin dorëheqjen dhe e dhanë. Atëherë çfarë autonomie jemi duke folur këtu? Njerëz janë zgjedhur drejt për drejt nga komuniteti i tyre, supozohet, dhe me një birbil të kryeministrit japin dorëheqjen. Domethënë ku është autonomia lokale në vendin tonë pra? Këtu është e nisur së prapthi qëllimisht dhe mbahet them e fshehur deri në sekondën e fundit, derisa pastaj të na shfaqen tavolinë dhe palët të bëjnë sikur zihemi njëra tjetrën, sepse në kafene diskutojnë ata. Problemi është që s'bëhet transparente për publikun.